Tragjedi në Manz, aksidenti u merr jetën 3 të rinjve mes tyre çifti sapo martuar. Një aksident I rënd ka ndodhur rreth orës 02:22 të kësaj të mërkure në rrugën dytësore në Manz të Durrësit. Një automjet ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një bordur betoni. Si pasojë kanë humbur jetën drejtuesi I automjetit Kleo Vrioni, 25 vjeç dhe 2 pasagjerët, Sara Brugendelli, 26 vjeç dhe Alvi Muhaxhiri, 15 vjeç, njofton policia. 2 pasagjerët e tjerë, RV 25 vjeç dhe KD 16 vjeç janë plagosur. Sipas informacioneve paraprake, njëri prej tyre ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Nga mediat bëhet me dije se 3 të rinj kishin ndëruar jetë në vend, ndërsa 2 të tjerët u dërguan me autoambulancë fillimisht drejt Spitalit të Durrësit, ndërsa më pas në Tiranë për një mjekim më të specializuar. Dyshohet se shkaki I aksidentit ka qenë shpejtësia tejet e lartë të lëvizjes, gjë që ka çuar më tej në humbjen e kontrollit të automjetit tip BMW. Detaje rrënqethse mësojmë lidhur me viktimat. 26 vjeçaria është stetase italiane dhe ishte martuar me shoferin vetëm pak ditë më parë. Raportohet nga media, të tjerët janë banorë të Sukthit, Kushurinj dhe të njohur me njëri tjetrin. Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, po vijojnë hetimet për të zbardhur më tej rrethana e këtij aksidenti të rënd.